Vetëm një ditë pas kthimit nga Greqia, ku ftoi emigrantët shqiptar të investojnë atë dhe kryeministri Edi Rama ndau përmes rrjeteve sociale historinë e suksesshme të një emigranti që ka rikthyer banesën e paraardhësve të tij në një biznes familjar. Rama theksoi gjatë takimit në Athinë dhe Kret se kjo është një mundësi që duhet shfrytzuar para antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pasi vlera e pronës do të rritet ndjeshëm. Ismet Lile nga fshati Katondisht. Kam emigruar rreth 14 vite në shtetin fqinj grek dhe jam kthyer në qytetin e Vërcyrës. Aty kam hap një biznes bar kafe. Vazhdova për 20 vjet në Vërcyrë dhe më mbrapa erdha dhe rindërtova shtëpitë e prindërve të mi në fshatin Katondisht. Pas disa njerëz të tjera, akoma se vendi ka nevojë, nuk mund t'i bëjmë neve të gjitha vetëm. Duhet jetë dikush të merret me blegtori, dikush të merret me shpendët, dikush të merret me bujqësinë. Ndërkohë, kryeministri ka vazhduar polemikat politike përmes rrjeteve sociale, duke publikuar një video në Facebook ku shfaqen disa bufa, ndërsa në sfond dëgohet zëri kryedemokratit Sali Berisha, i cili akuzon Ramën se fshihet pas arrestimeve të opozitarëve. Me ironi, Rama e shoqëron videon me mbishkrimin në rrjedhjet e lirë. Kjo narkodiktaturë, të nderuara zonja, ka patur probleme të shumta. Së pari, narkodiktatori i këtij vendi të shëtis në Europë dhe në botë me atletët bardha, të hiqet si piktor apo si sportist, në një kohë kur ai ishte personi që arrestonte 3 liderë të opozitës në projektin e tij Shqipëria pa opozitë.